dhe të dua. Mendon ndonjë gjë kush na ka sjell ne sot këtu? E po, qupa. Çupa mendon? Po. Këto dy zemrat janë për ty. Edhe më tha, personi që më ka dërguar, më tha e dua shumë edhe e kam gjën më të shtrenjtë në jetë. E kam të zotë, e dhe rimo, të bashkë brejtë. Njëkohësisht, kam edhe këtë kompozitin me lule, edhe më porositën për këto lule, po të shikosh këto, janë lule që nuk prishen. Edhe më porositën për këto që nuk prishen, se ka dashuria që kemi ne për ta është e përjetshme, nuk mbarë. Shumë falenderit e gjithë. Ja dhe këtë po e vendos këtu. Njëkohësisht, kam edhe tortën, gëzuar ditëlindjen në najme. Ndejska. Se di... Kam edhe një dedikim. Tu zbuloj. Komplet. Emri më i shtrenjtë, më i ëmbël, më i ngrohtë në botë. Gëzuar 80 vjetorin në najme shtrenjtë. Të paca Samalit në na. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne. Dhe unë dua të të uroj që ti të kesh dhe shumë vite të tjera të lumtura dhe të gëzuara pranesh. Çdo ditë falenderoj Zotin që të kam thënë, që të dëgjoj zërin çdo ditë. Falenderit nën për çdo sakrificë, për çdo tërmit, për çdo mundim që ke bërë dhe vazhdon të bësh, e palodhur për të gjithë ne si dikur kur ishte tu. Duar tënde që të kam pushuar të shpërfundori edhe në të mosh. Je shembulli më i miri një nëne të palodhur që rriti dhe edukoi 5 fëmijë të mrekullueshëm. Shumë nipër dhe mbesa, dhe tani je një stërgjyshe, niprit dhe mbesat të adhuron, sepse ti di të falësh vetëm mirësi dhe dashuri. Faleminderit nën. Ti dhe babai keni qenë mbështetja më e madhe për mua në këtë jetë, por tani të kam vetëm ty. Të lutem nën, i e fortë dhe jetoj lumtur për të gjitha ditët në vijim. Kur ti je e lumtur, ashtu je unë. Nëna, qofsh gjithmonë e lumtur, e gëzuar dhe e rrethuar plot e për plot. Jam e fat që të kam pranë çdo ditë. Të dua me jetë nëna ime shtrenjtë dhe me të ty. Ka bërë në urimi veçantë të vjen nga vajza jote Violeta. Shëndej nga përzo kësa të bitë dhe bërë për neve. Faleminderit. E të lutem nan, kujdesesh për veten, ti jesh mirë, ti jesh e fortë. Të paqim sanal. Rof. Pasa, mirë piqen në